Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e muajit mars 2026. Një muaj apokaliptik, një muaj që do ketë shumë ndikime të mëdha në lidhje me skandalet që kemi thënë dhe kemi thënë më të madhe që në fillim të vitit 2026, por le të hedhim një sy para se të fillojmë me parashikimin e 12 zodiakale, të hedhim një sy si hyrje do ta thosha për muajin mars, çfarë na sjell dhe çfarë duhet të bëjmë kujdes. Dhe le të kujtojmë pak të shkuarën e afërt dhe çfarë ka ndodhur, dhe kjo që ndodh tani për muajin mars do jetë muaj i pastrimit, por njëkohësisht edhe i regjistrimeve të mëdha që do të ndikojnë, do të diktojnë atë fusha që neve kemi parasysh për të rregulluar ose për të stabilizuar, sepse nuk ka vend për të fshehur më, por ka vend për gjëra që do shpërthejnë, por neve jemi të gatshëm të përgjigjemi çdo lloj kërkese dhe çdo lloj problemi. Marsi i vitit 2026 vazhdon rrjedhën e tij si një udhëtim i vështirë për jetën tonë. Në rrugën e vështirë plot sfida. Që nga muaji i parë i vitit vërejmë zbulime të rënditse. E keni parë dhe vetë çfarë ka ndodhur nga janari deri tani. Skandale, situata të vështira që na shtyjnë përtej kufive tanë. Siç e kemi thënë, në 4 muajt e parë të 2026 janë veçanërisht të vështira dhe na bëjnë të vështirë të qëndrojmë të qetë dhe të relaksuar. Pra, në këtë udhëtim të vështirë për njerëzimin, jemi të përgatitur që në muajin mars të përballemi me zbulime dhe sqarime intensive, me aktivizimin e fortë që ka të bëjnë lidhja Saturn-Neptun që kulmon në tensionin. Megjithatë, gjithë ky vrull ka një qëllim, të na ndihmojnë të kapërcejmë pengesat. Krizat na tregojnë se diçka nuk është në rregull, se diçka e ngarkaluara nuk po funksionon dhe tani kërkohet ndryshimet e nevojshme. Marsi shënon dhe një herë zbulesa të rëndësishme në mbar botën, me ngjarje shumë intensive, por edhe me mundësi të rëndësishme. Kujtojmë se shkurt i solli një eklips diellor, ndërsa Marsi sjell një eklips hënor. Në eklips do të jetë jashtëzakonisht zbulues dhe do të na vërë përballë ngjarjeve vendimtare. Pra, ky është një muaj apokaliptik, një muaj që duhet të mësojmë, ta durojmë, të menaxhojmë, të kapërcejmë dhe ndoshta përmes këtyre vështirësive të mësojmë shumë. Më e rëndësishmja na jep mundësinë të mendojmë se çfarë ndodh në të vërtetë në jetën tona dhe si mund t'i kapërcejmë në fund presionet, vazhdimësia dhe trazirat. Shumë herë refuzojmë të pranojmë se ka një problem ose nuk pranojmë situatat e tilla, duke mbetur në lidhje me të kaluarën, jo sepse po kalonim mirë, por sepse edhe ndikimet që kanë qenë nuk kanë qenë të përshtatshme siç donim neve, por gjithsesi, tani duhet të bëjmë hapin e ri, të gjejmë forcën për të filluar diçka të re. Nuk është e lehtë, por sigurisht që nuk është dhe e pamundur, sepse gjërat që kanë ndikojnë në lidhje me çështje të mëdha, lidhje me mënyrën si kanë ndodhur, por ja kemi dalë. E kemi thënë sepse viti 2026 është një vit që ka vështirësi ekonomike në një anë na mëson shtigje të reja për nga do kalojmë dhe si do t'i menaxhojmë gjërat. Gjithashtu, le të kujtojmë se edhe presionet dhe trazirat më të mëdha gjithmonë kanë një zgjidhje. Mendojmë, nëse ju kujtohet, viti 2015, ku për shkak të krizës financiare nuk mund të hiqnin dhe vështirësi që kanë pasur në lidhje me biznesa të mëdha, nuk ishte pamundur të stabilizonim gjërat apo të rregullonim disa çështje që kishim për sa i përket lidhjes ndikimit të madh në 2015-2020, por gjithashtu në përballjen e panjohur me Covidin, në çdo vështirësi ja dolën ban, dhe kjo do thotë çdo vështirësi ta dini, ta keni parasysh nga rrotulla, ka zgjidhjen e vet. Por zgjidhja gjendet vetëm në maturinë dhe gjërat që neve duam të bëjmë, t'i bëjmë avash, e të kuptojmë arsyen për ndodhit që bën, e të gjejmë gjithmonë një zgjidhje, por çdo problem ka zgjidhjen e vet, e ka brenda. Prandaj duhet të kuptojmë jashtëmase në këto drejtime. Vështirësitë e marsit 2026 duket se ka ndikimin më të madh se sjell mesazhet e parë në lidhje me çështjet e punës, lidhje me vendimet që merren, sepse kemi të bëjmë dhe me optimizëm, kemi të bëjmë me shumë gjëra. Për disa mund mos ju pëlqejë se jam mësuar në rehatin ose në ata që kanë pasur probleme nga më të ndryshmet, por kemi thënë diçka tjetër se do kemi dhe disa problematika për personat, do të kenë shumë kujdes ata që flasin për ata që kanë miliona, jo për ata që kanë gjëra të vogla, por një gjë thot Jorgo, lum ata që kanë një shtëpi afër qytetit ose një prrua në një tokë, dhe mirë ata që nuk ja din vlerën dhe kanë shitur për i cobuk.
këtu do jetë paksa vështirësi, paksa gjëra që do të ndikohen në një të ardhmet afërt, por gjithsesi e dini shumë mirë se si kanë funksionuar. Dhe kjo do të thotë që kemi në lidhje me pas shtuhisë së ndikimit të madh më 19 mars një hënë e re mund të sjellë një mesazh të parë për sa i përket pozitivitetit dhe përmirësimit, që nga kjo kohë gjërat fillojnë të përmirësohen dhe të ndërsa afrohemi muajit, zhvillimet do të bëhen më të këndshme në ndikimin e madh. Pra, le të shohim se çfarë sjell ky muaj, secili prej 12 shenjave zodiakale, sipas ndryshimeve dhe ndikimeve që kanë të bëjnë, sepse gjithçka është në çështjet e financave dhe neve kemi dhe mundësi që do të zgjidhim disa problematika të ndryshme, por gjithsesi ka të bëjnë edhe me takime të rëndësishme dhe çështjet madhore. Para se të fillojmë bashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë u rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të bashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al faqja Rosh Konetje, atë ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve dëshironi, për gjithçka që juve kërkoni. Duke zgjedhur paketën tuaj numër për katës të blerjes, jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe dëshironi që të dërgoni një mesazh në kohën që ne jemi live pyetje-përgjigje, kemi këtë butonin këtu. Ndiqni hapat dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe nëse doni në kohën që ne jemi live mas emisionit, mund të bëni abonim të thjesht, e shikoni edhe vetë atje i keni të gjitha tek membership dhe pastaj mbasi përfundon emisioni direkt tek duke ndjekur hapa tek membership, atje të shikoni se si mbas emisionit unë të flas direkt me Jorgon ose direkt në momentin që mbaron emisioni dhe si mund të abonohem në anën tjetër. Dhe pastaj flasim direkt në mesazh dhe shumë gjëra të tjera që atje i themi në individ. Tani, fillojmë pa humbur kohë me shenjën e parë, me shenjën e ndryshimit, me shenjën e marrjes vendimit të rëndësishme dhe kohën e duhur, që do thotë shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket se dashi ka disa mundësi, për ju marsi është një muaj me shumë vështirësi dhe presione, por në fushën e punës, marrëdhëniet, ndikimet, familjen, mund të keni tensione nga gjëra të tjera, sepse ju keni pasur vetë kyçe, për ju keni pasur probleme nga më të ndryshmet, do keni momente që do keni mundësinë për të zgjidhur me pak vështirësi, por disa fjalë të tjera, të gjëra të papritura që do t'ju nxjerrin nga qetësia, megjithatë, është gjithashtu një mundësi për të treguar qëndrueshmërinë tuaj, sepse për të arritur qëllimet, përballë vështirësive, keni kaluar kohë të vështira. Nëse ju kujtohet në vitin 2007, 2012, 2014, që keni fituar me durimin me forcën tuaj dhe me këto burime që keni pasur atë kohë, që ka përcimi i marsit të këtij viti, është ajo që do të jeni të përgatitur në anën psikologjike, të jeni të përgatitur në anën e punës suaj, forcën dhe pak a shumë të dini se çfarë doni të bëni, sepse ka të bëjnë në një farë mënyre, ju të shenjës së dashit, të dhjetë të parë është, si të themi, një shqetësi përpara shtuhisë. Dhe kjo do të thotë do të pasur kujdes dhe vëmendje. Dhe gjithashtu, momente që do të vinë, ose në fushën e punës, ose në fushën e karrierës, ose në gjëra të tjera, do keni mundësinë që të gjini forcën dhe ndikimin e madh për ata që kanë lindur nga data 21 deri më datën 25 mars, ku kanë pasur mundësinë edhe kohën e duhur për sa përket zgjidhjes, për sa përket mënyrave dhe mundësive të mëdha dhe kanë mundësinë për zgjidhje. Dhe di që i parë gjithashtu ka një ndikim tjetër, sepse duke lidhur punën me karrierën, duke lidhur gjërat ashtu siç dëshiron, sepse edhe koha ka treguar që jeni me fat në anën tuaj, por në anën tjetër, edhe pse do të keni ndryshime shumë të mëdha në këtë drejtim, kërkohet vëmendja. Ajo që do të ndikojnë në data 26 deri më datën 30 mars, duket se ju të shenjës së dashit që i përkisni këtyre ndikimeve të këtyre datave që unë them, është një pozicion mjaft i mirë, ka qartësinë, sepse Marsi ju bën një diferencë të ndryshme në lidhje me punën tuaj, ndërsa shumë për jush kanë mundësinë
dhe kohën e duhur për sa i përket çështjeve të punës, për sa i përket karrierës. Në 20 ditët e para, 23 ditët e para, duket se jeni në lidhje me përmirësimin e një pune të rëndësishme në nivel komunikime, njohje, bashkëpunime dhe mund të shkëlqeni në profesionin tuaj duke arritur qëllimet që kishit vendosur prej kohësh. Në çështjet që lidhen me punën, lidhen me karrierën, lidhen me ndryshimin e madh që do të keni tani e tutje, por meqense ditët e fundit për ju që do të fitojnë një ndjej shumë të mirë në anën shpirtërore, sepse lidhjet afatgjat që kanë bënë dhe optimizmi është mjaft ndikues. Gjithashtu, periudha juaj që sjell disa tensione në punë do të keni kujdes rreth datave 31 me 4 prill, diçka e tillë, sepse në çështje profesionale mund të nxjerrin jashtë kufive ose mund të vinë disa probleme të vogla në lidhje me një çështje ligjore penale që mund keni pasur ose mund të dalë mbi sipërfaqe disa gjëra që nuk kanë pasur më përpara, prandaj keni kujdes në këto drejtime, shikojini në detaje. Mund të ndini më nervoz sepse disa gjëra nuk duhet të dalin dhe kjo periudhë është një periudhë që nuk e diskutoj pavarësisht vështirësive, po kjo javë sjell dhe suksesin e konsiderueshëm për sa i përket marrëdhënieve ndërpersonale me persona të rëndësishëm, sepse do ta gjeni zgjidhjen se nuk është direkt problemi me juve, por është me të tretët, sepse në harta juaj, në personalitetin tuaj të shenjës së dashit, ka të bëjnë shumë me kohën, ka të bëjnë shumë me periudhat që ndodhin fenomenet, por gjithashtu edhe pse në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me gjërat që kanë ndikuar ose çështjet që mund të kenë qenë me probleme të ndryshme të çështjeve ekonomike, të çështjeve financiare, por megjithatë tani për tani unë do thosha do të bëni pak kujdes sepse është edhe koha, është edhe mundësia për të bërë zgjidhjen e duhur në atë çka juve prisni dhe kërkoni. Për sa i përket dashit rifitoni dhe qetësinë, kreativitetin në fushat që do të interesojnë sepse është një mundësi mjaft e mirë për të stabilizuar disa çështje të mëdha. Nga data 10 deri në datën 14 prill, duket se gjitha shenjat për sa i përket shenjës së dashit të 30 diqët, duket se kanë bënë me ndikime të mëdha, sepse Marsi sjell disa gjëra që nuk kanë qenë të juajat, por jeni lodhur shumë në këto muaj që keni kaluar, por duket se në lidhje me punën, lidhje me karrierën, është një periudhë mjaft ndikuese ose ata që janë përkushtuar në lidhje me punën e tyre ose një udhëtim mjaft pozitiv që do të ndikojë. Në lidhje me disa takime shumë të rëndësishme, sidomos rreth udhëtimeve që do të bëni 15 me 19 prill, ku janë ditët e fundit të shenjës së dashit në rreth kësaj periudhe, se ndikimet kanë bënë shumë në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme, sepse parashikimi bëhet për shenjë nga data 21 mars deri në 19 prill, pra harku kohor që ka të bëjnë shenja e dashit. Lidhje me një mundësi të ardhë që do të nisi nga ana ekonomike financiare, do të nisi një diçka shumë e madhe në lidhje me zhvillime të reja, do të ndihmojnë që rrugët që keni pasur, borxhet ose çështjet, nuk i keni zgjidhur çështjet financiare të pazgjidhura ose disa pengesa që keni pasur më përpara, duket se tani ka ardhur koha për të zgjedhur një rrugë zgjidhje. Do shihni pas se të vinë ato që keni në lidhje me punën, lidhje me karrierën, sepse ka të bëjnë shumë me çështjet që lat pas në lidhje me muajin janar, muajin shkurt, me probleme nga më të ndryshmet, por vjen një moment tani sepse kjo periudhë është mjaft periudhë e rizgjimi, periudhë që vërtet ndikohet shumë në lidhje me anën e punës, në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimet e mëdha që do të keni. Për udhëtimet, sepse juve të shenjës së dashit keni pasur dhe çështje të udhëtimeve dhe të bizneseve që keni pasur në anën tuaj. Megjithatë kjo është një periudhë tjetër sepse lidhet me anën ekonomike financiare, lidhet me ndryshimet dhe çështje të mëdha, me sa duket e keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike financiare. Në fushën e udhëtimeve, edhe pse dashi nga një anë mundohet shumë për të bërë një zgjidhje me anën ekonomike financiare, për të bërë zgjidhje me familjen, sepse do të gjendet një dokument të rëndësishëm ose do firmoset një dokument për sa i përket të çështjeve të punës suaj, të 30 ditë që kanë to, po 10 ditë i tretë është shumë i favorizuar për sa i përket zgjidhjeve. Gjithashtu në fushën e dashurisë, edhe pse me disa probleme që mund keni pasur, presupozojmë që dash ujor, dash gafore,
dash peshore, po dash peshore është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet të rëndësishme që do të merrni, sepse kjo periudhë është një periudhë ku keni pasur mjaft çështje problematike, por si duket 15 është mjaft i indikuar tek juve të shenjës së dashjes, sepse do nisni diçka të re ose një çështje pune, e keni mundësinë për të zgjidhur problemin dhe jo se nuk keni një problem për shembull pa zgjidhur, por kjo duket se është mundësia, është koha që juve t'i zgjidhni gjërat ashtu siç juve dëshironi. Dhe kjo është momenti dhe koha më e mirë e mundshme për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet madhore që juve keni për sa i përket punës suaj, për sa i përket anës financiare dhe të biznesit. Gjithashtu, nëse do të bëni një blerje me pasuri të paluajtshme, unë do thosha të prisni pak sepse koha nuk është ashtu siç e mendoni për arsye të karrierës suaj, sepse ndryshe mendojnë, ndryshe veprojnë, ndryshe flitet, dhe kështu që më mirë të prisni pak, më mirë të shikoni çfarë do të bëni, sepse kjo është periudha më e mirë e mundshme. Unë do thosha që vërtet e keni mundësinë dhe periudhën më të mirë të mundshme dhe për sa i përket anës ekonomike, për sa i përket çështjeve që lidhen me karrierën, jeni gati për të përgjigjur gjithçkaje që juve dëshironi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë me zhvillime, me ndryshime, me çështje financash dhe jo vetëm që do të thotë shenja e demit. Por juve të shenjës së demit, duket se kjo periudhë është një periudhë ku parashikimi që bëhet me data 20 prill deri më datën 20 maj, pra të 30 ditësht që fillon demi, ditëlindja e demit, që fillon nga 20 prill deri më datën 20 maj, që do thotë muaji fillon mjaft ngadalë për juve. Nuk po merrni ose do thoshim diçka ndryshime ose vendime që çështjet emocionuese që juve keni, por kjo do të thotë atmosfera që juve keni ju lejon shumë, sepse keni bërë shumë në lidhje me punën tuaj dhe ka një ndikim shumë të mirë dhe jo vetëm kaq, por meqense keni pasur shumë çështje të lodhshme në të shkuarën stresuese dhe këto pengesa të vogla në punë nuk duket se ju shqetësojnë aq sa mund të mendoni, por asgjë nuk është problematike sepse mjaftueshëm është që juve të shikoni çfarë do të bëni dhe ku do të shkoni në anën tuaj, sepse disa çështje meqense nuk ka probleme në lidhje me punën tuaj ose disa fjalë të folur dikur për sa i përket anës tuaj, mirë është që duhet të jeni pak të vëmendshëm në lidhje me takime pune, në lidhje me vendimet që mund të merrni, se janë vendimet historike dhe periudha që ndodhin fenomenet, duke pasur parasysh është energjia, është mundësia, është koha. Lajmet këtu dhe 10 të dytë duket se juve që keni lindur nga fundi i muajit prill dhe jo vetëm kaq, por ndikimi i Marsit që sjell mundësi të rëndësishme profesionale, më në fund duket si një ëndër e lënë në harres, por kjo është një ëndër në realitet në lidhje me punën, sepse keni mundësinë ja një propozim, ngritjen e detyrë ose përfundoni me sukses një projekt që keni ndjekur prej shumë kohësh dhe kjo do t'japi mundësi, do t'japi dritë dhe do të shikoni shumë gjëra që të rregullohen, të stabilizohen, nuk diskutohet, sepse është koha më e mirë e mundshme, është mjaftueshëm në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet, por gjithmonë demi ka qenë është kokfort, por di çfarë bën, në përgjithësi është del shumë i fituar, sepse ka të bëjë shumë me ekonomi, ka të bëjë shumë me punën, ka të bëjë shumë me ndryshimet dhe përparimet profesionale. Ka të bëjë shumë gjithashtu me anën ekonomike, në lidhje me një punë të re, që juve do të keni njohje të reja në lidhje me biznesin, sepse është periudhë gëzimi dhe kënaqësie në një nivel shoqëror dhe mundësi të arta që do të keni. Demi gjithmonë nga njëra anë ka mundësinë, ka kohën, ka ndryshimin e madh që vjen në lidhje me takime pune, në lidhje me një marrje vendimi të rëndësishëm dhe kjo do të thotë që tani për tani 10 ditë që i tretë është shumë i favorizuar për sa i përket çështjeve që kanë bënë me punën e tyre ose një vend të ri pune. Një ofertë që ndodh mbasi keni nisur diçka të re nga data ndikimi i më i madh
që keni lindur dhe keni pasur për shembull nga fundi i muajit mund të keni mundësi nga marsi, sepse ka të bëjë shumë disa marrëveshje dhe përvojat mjaft pozitive, sidomos të lindurit nga data 6 deri më datën 10 maj kanë zhvillime pozitive, sepse në lidhje me marrëdhënie, lidhje me partneritetet, lidhje me zhvillimet, në lidhje me nënshkrimin e një kontrate, kjo është diçka shumë ideale, sepse do të keni mundësinë për sa i përket zhvillimeve dhe stabilizimeve të punës suaj, të karrierës suaj dhe jo vetëm. Meqense keni pasur disa çështje problematike më përpara, por kjo nuk do të thotë se e keni lënë pas dore, por kjo ka të bëjë edhe me takimet, edhe me vendime të rëndësishme, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të ecur përpara, sepse klima familjare bëhet më e ngrohtë dhe është një kohë e mirë për të marrë jo vetëm parasysh, por do të keni edhe shumë kohë të tjera që do të ndikojnë në familjen tuaj. Është në gjithë nivelet ndikimi më i mirë i mundshëm për juve të kësaj shenje, sepse pikat kryesore për disa prej jush zgjidhjet e shumë pritërve për çështën e marrëdhënieve që do të keni në lidhje me punën tuaj, disa parat pamarra i merrni dhe ata që nuk ju duhet, ju do t'i lëvizni nga vendet ku kanë qenë për arsye të njerëzve ose persona që ju nuk bashkëpunoni, nuk keni bashkëpunuar dhe s'keni pse të bashkëpunoni, sepse kjo do thotë një mundësi, kjo do thotë një çështje e rëndësishme ku gjërat do jenë shumë herë më mirë, shumë herë më pastër për ata që prisni për të realizuar dhe periudha që do ndodhin fenomenet. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse me një problem vogël keni pasur juve të shenjës së demit, ajo që duket në anën tuaj do të thotë që vërtet keni mundësinë në lidhje me takime që mund të bëhet, sepse duke pasur parasysh dem akrep, dem luan, dem ujor, sidomos bëni pa kujdes këtë periudhë në njohje që do të keni, sepse ka diçka që mund të ndikojë tek juve, por gëzim që juve keni, sidomos të lindurit nga data 16 deri në datën 20 maj, ky muaj u jep mundësi, sepse në fund të muajit është një muaj mjaft i mirë, muaj mars, ku çdo gjë do të jetë e ndryshueshme në lidhje me punën tuaj, në lidhje me ndryshimet dhe perspektiva të reja që do të keni. Dhe kjo do të thotë një ndikim mjaft i mirë dhe tepër pozitiv dhe surpriza që do të keni, sepse ju jep mundësi pas shumë muajsh vështirësi që është nga shtatori i kaluar deri në fund të shkurtit, që do të keni këto vështirësi, pastaj me marsi që futet fuqishëm dhe ka diçka mjaft pozitive, mjaft të rëndësishme në lidhje me ndryshimet të mëdha, në lidhje me kuptimin e jetës për gjërat që do të doni të bëni ose çështjet që do të keni, sepse e keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështjet nga më problematike për juve të kësaj shenje, sepse ka të bëjnë mjaft të ndikuar, por meqense kemi thënë viti është dorë shtrënguar, por jo problematik. Këto lidhje që sapo tham, me virgjëresh, me ujor, me luan, janë shumë pozitive, prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse ka të bëjnë diçka shumë të rëndësishme ose shtatzania e mundshme është më se e mundur të ndodhi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që vërtet është mjaft ndikuese, është mjaft rrezatuese në lidhje me gjërat që do të keni, gjërat që do të arrini në lidhje me punën tuaj dhe me karrierën tuaj. Dhe kjo do të thotë që është një moment perfekt që janë binjakët. Për sa përket binjakëve, meqense binjakët duket se pikërisht ky muaj nga ana e punës është pak dorë shtrënguar këtë muaj. Mund të ketë kufizime ose distanca mes gjërave të ndryshme, por mund të distancoheni përkohësisht nga një grup persona që mund të keni pasur konflikte të ndryshme dhe ata nuk mund të shkëputen nga juve për një arsye apo për tjetrën. Ktu nuk keni fajtoriu se nuk punojnë të tjerët. Prandaj shikoni gjërat që nuk ju pëlqen, ndajini miqtë e mi, sepse është në të mirën tuaj, sepse ka për t'ia vlejtur disi, është më mirë dhe mos merrni juve, domethënë për sa i përket punës ose gjërave të tjera. Disa sekreta që mund të flitet, sepse juve të kësaj shenje, prandaj do të keni kujdes nga tradhtit ose zhgënjimet me njerëz që nuk ju përkasin, nuk e kanë përkitur kurrë, nuk e keni pasur, por kanë qenë ata pjesë e juaja, dhe tani ka ardhur dhe momenti më i mirë i mundshëm që juve të hiqni dorë një herë e mirë nga këto probleme. Dhe kjo do jetë mjaft ndikuese, mjaft rregulluese, që janë gjërat më të mira për juve, sepse
mirë është që të mbani një profil të ulët dhe qetësi. Nëse një miqësi kalon nëpër një krizë, mos harroni se fazat ose mundësitë që janë mund të kërkojnë një ndihmë ose diçka në anën tuaj, kjo është mirë sepse disa çështje që rezultojnë të jenë toksike, hiqni nga vetja juaj, mos i mbani në njerëz që ju përveç se ju lodhin shumë psikologjikisht ose diçka tjetër, por është e mirës për të qenë pak më të kujdesshëm në lidhje me punën tuaj, në lidhje me gjërat që ju e keni. Ndikimet që kanë bënë në lidhje me këtë muaj, për shenjë sa binjakëve, mund të jeni pjesë më të madhe të Marsit, që nuk ka diçka shqetësuese, por diçka që mirë është që të shikoni pak me kujdes disa gjëra, sepse mund të ndikoheni shumë dhe kjo mund t'ju prishë pak disi ekuilibrin tuaj, edhe pse jeni shumë të dhënë mbas ekonomisë, mbas punës suaj, por do keni kujdes nga një blerje, mos u mashtroni pa pritma, sepse të 10 ditët e fundit të muajit do kemi një ndikim shumë të madh, disa sekrete që do dalin, por të janë të zgjidhshme për sa përket familjeve të ndryshme që mund të kenë folur ose kenë thënë gjëra të ndryshme, por juve nuk ju prek fare, sepse mundësitë të jashtëzakonshme për sukses dhe zhvillime profesionale. Është Marsi që ka ruajtur mirë dhe për në fund është kjo e vetë realizimit të gjërave dhe njerëzit që keni pasur afër e kërkojnë me çdo kusht që juve të jeni bashkë me ata, por ata duke ditur që juve jeni shumë përpara për të qenë në këtë kohë, ata nuk mund të bëjnë asgjë përveç se të flasin fjalë që juve nuk keni thënë kurrë. Të gjitha ndikimet që kanë bënë lidhje me çështjet e punës, lidhje me karrierën, lidhje me gjërat të mëdha që do të keni, një portofoli juaj do ketë mundësi të mbushet dhe ju të ringriheni. Përveç kësaj, nëse keni parasysh keni pasur çështje ligjore, për shembull, trashëgimni, ky muaj mund të sjellë shfaqsim që prisnit. Çdo gjë ka të bëjë me paratë e tjera, bankat, autoritetet hetimore, pension ushqimor, trashëgimnit dhe avantazhe që do të keni. Vetëm gjëra pozitive për ju dhe më në fund mund të buzëqeshni gjërësisht sepse ndjeni të fortë, të lehtësuar nga barra e rëndë që keni pasur me njerëz të toksik, me njerëz që nuk e kanë pasur domethënë mundësinë dhe të përfitojnë nga juve, dhe kjo bëni mirë që juve të jeni shumë të vëmendshëm, shumë të rëndësishëm në lidhje me këto çështje. Prandaj bëni kujdes sepse është një periudhë ku gjërat mund mos jenë ashtu siç pritet. Po juve dilni fituar në fushën e dashurisë, është shumë premtuese një lidhje apo një ndarje që keni pasur me peshore, duke se e gjini zgjidhjen tani, kurse me Britsjap është koha shumë e mirë dhe e mbar në këtë aspekt. Por gjithashtu ka të bëjnë edhe me zbulime të rëndësishme, sepse do të dëgjoni gjëra sekrete ku nuk duhet të dalin, dhe disa gjëra që janë për shumë problematike dhe disa gjëra që kërkohet kujdes, duhet të trokisni për disa gjëra që nuk ju përkasin juve, por ju keni firmosur me dashje apo pa dashje, duhet të ketë pak vëmendje dhjetëdiqi i tretë. Për sa përket dashurisë duket se me ujor të dhjetëdiqit parë, me luan të dhjetëdiqit të është perfektja, nuk e diskutoj, nuk e vendyshim, por pse jo dhe me peshore të dhjetëdiqit të parë është një mundësi e artë në zhvillime dhe në ndryshime të mëdha që do të keni. Por shfrytëzoni sa më shumë, sepse ka të bëjnë shumë me një hapat që keni marrë më përpara dhe tani është mundësia më e mirë në të mirën tuaj për të bërë zgjedhjen e duhur. Por çdo gjë mos e ekspozoni, keni kujdes, keni sa më të kujdesshëm dhe sa më të vëmendshëm në këtë aspekt, sepse është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft luksoze, do ta thosha unë në këtë formë, sepse ja kanë bërë zmetin gjithçkaje dhe presin këtë muaj, por në ana tjetër do të pasur shumë kujdes nga ato gjërat e paligjshme, që këta janë gaforret. Për sa përket juve të shenjës së gaforres, gjërat e paligjshme janë shumë të vështira këtë muaj. Pra duhet pasur kujdes nëse keni pasur një çështje gjyqësore, është shtyrë dhe e lini pas dore, ose i trashëgimi ose i pasur e paluajtshme me probleme, do keni kujdes sidomos gjithashtu në karrierë, në familje, sepse përballeni me disa probleme qoftë vogla apo të mëdha, marrëdhënie mes njerëzve të ndryshëm për arsye të punës suaj,
do të keni një peshë të rëndë në lidhje me jetën tuaj në vazhdimësi, sepse situata tregojnë durim mbi njerëzor. Prandaj dhe them këtë, sepse ju po në virkosët atëherë është problem. Dhjediçi i parë, edhe pse ka pasur disa probleme në fushën e punës, padrejtësitë që janë bërë dhe gjërat që kanë tani e tutje janë drejt suksesit të tyre, por pak më vonë. Është pjesa më ndikuese para agimit, pra para mesnata, edhe pastaj fillon kur zbardh dita, shikohen shumë gjëra pastaj nga errësira e së shkuarës dhe këtu jeni fitimtarët ju, sepse keni arritur atje ku dëshironi, sepse ndryshimet që keni, mundësitë që do të jepen në fushën e punës suaj të 10 ditë të parë, keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike. Lajme të mira pra, pasi të mbaroni gjithë vështirësitë në këtë muaj. Ajo që do duket, do të keni një sukses mjaft të mirë në lidhje me ekonominë, në lidhje me punën, sepse Marsi, një provë përfundimtare përballë stuhive të mëdha që keni pasur, kjo do të thotë ajo e ligjit, sepse atëherë do të dali dielli mbas kësaj gjëje, duke pasur parasysh të 10 ditë të parë që kanë pasur shumë probleme me ligjin dhe tepër problematika të ndryshme. Tani vjen një moment mjaft surprizues, sidomos të lindurit nga data 26 me 30 qershor, ku përvoja juaj është një përvojë shumë e rëndësishme në fushën e punës, fushën e karrierës dhe disa gjëra të tjera. Për njerëzit toksik, jeni indiferent, nuk ju hyn punë fare. Është motoja më e mirë dhe më pozitive është të heqni, sepse në pjesën më të madhe të gjërave ju nuk ju përkrasin, por ata mund të flasin për sa i përket gjoja, po sikur ata janë shpëtimtarët tuaj. Prandaj keni kujdes në këtë aspekt. Ata që thonë ato besojnë, ato le ta besojnë. Por gjithashtu juve keni mundësinë për të bërë zgjidhjen e duhur dhe me stabilizimin dhe me çështje të mëdha të surprizave të këndshme që do të keni. Në lidhje me mbas 15 në 15 diqin e dytë, bas 15 diqit parë, duke se keni disa mundësi shumë të mira, është një hap shumë i rëndësishëm profesional që bëhet realitet në lidhje me punën tuaj, në lidhje me një çështje karriere, me karrierë lidhet shumë kjo, dhe do të keni ndikime shumë të mira, sidomos nga mesi i muajit dhe ndryshimet të mëdha që do të keni. Keni kujdes vetëm një gjë. Në disa nga lëvizjet tuaja, ndoshta për shkak të nxitimit dhe gjërave që do të bëjnë, ekziston rreziku në një, domethënë, avari ose diçka që mund të firmosni se ju e keni domosdoshme, keni kujdesa, aty është problemi më i madh sepse mund të humbisni para ose bëni një blerje që nuk duhet bërë. Dhe këtu kërkohet kujdes, kërkohet vëmendje, se diçka nuk është ajo çka prisni në anën tuaj. Por gjithsesi, ju jeni fatlum të këtij muaji, sepse ka të bëjë shumë periudha e favorshme e Marsit dhe zhvillime të reja. Nëse përkisni këtij grupi, mos rini dyert kryqe, sepse të 30 diçet kanë mundësi nga mesi i muajit të tutje të nisin një punë të re, të marrin një kredi të butë ose me lidhje me shtetin dhe do përmirësoni anën ekonomike tuaj, do përmirësoni gjërat që ju keni, sepse është një kohë mjaft e mirë, jashtëzakonisht e rëndësishme për sa përket vitit që do vinë edhe mundësitë e reja. Dhe kjo është një periudhë justifikimi, sepse shumë gjëra që keni kaluar do të shpërbleni dhe kjo është një diçka shumë e madhe për ekonominë tuaj, se keni punuar fort dhe kjo do të dalë një moment shumë i mirë tani, momenti i artë që themun i vitit, që është një nga faktorët më të mirë të mundshëm dhe ndikimet më të mira që do të keni tani e tutje. Duke pasur parasysh periudhën, kohën, ndryshimin dhe mundësitë e arta që do të keni, është një moment shumë i mirë dhe me sa duket është pozicionimi i planeteve dhe i periudhës së mirë të anës suaj. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje me ndryshime, dhe për ata që kanë bëjnë me anën e dashurisë, janë beqarë, do thosha unë, kanë një ndikim shumë mirë lidhje me Bricap të 10 diqit parë, dash të 10 diqit të tretë, që është perfekte në vazhdimsi dhe koha ka treguar që ju jeni me shumë fat në aspekt dhe nuk e vën dyshim do shikoni shumë gjëra të ndryshojnë në jetën tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që është mjaft ndikuese dhe rrezatuese në atë çka bëhet, që do thotë shenja e luanit. Për sa përket shenjës së luanit, mikesë luanët duket se këtë periudhë e kanë të tyren dhe mënyra se si gjërat vinë
ose çështje që kanë të bëjnë me ekonominë, me stabilizimin, me ndryshime të mëdha, unë do thosha që kjo periudhë është periudha mjaft e mirë tani në anën tuaj, duke pasur parasysh shumë ndryshime të mëdha, shumë ndikime të mëdha që do të keni, por luanët janë shumë ndikues, por si fillim, për sa përket luanëve, unë për luanët do thosha shumë gjëra, por ato që mund të veçoj, luanët janë mjaft të ndikuar tani në këtë periudhë dhe duket se mërziten shumë në ekonominë e tyre dhe do të thonë që duhet bëj diçka për shkakun dhe nuk e realizoj dot. Dhe marrë se fillon me disa zhgënjime të vogla, po mos u shqetësoni. Nuk është diçka e madhe për shumë gjëra, sepse keni planifikuar për të bërë një udhëtim, do mund të shtyhet. Një punë e re për shembull. Nuk arritot ku duhet, po gjithsesi juve keni mundësit edhe në lidhje me punën tuaj ose ndikimet të tjera që do të keni, dhe kjo është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, edhe pse me ndryshime, edhe pse keni pasur gjëra që nuk kanë qenë aty ku duhet, por momenti është tani që juve do të keni mundësit për sa përket anën ekonomike, ta zgjidhni, sepse është koha juaj, për zgjidhur problemin, për zgjidhur gjëra të rëndësishme financiare, sepse lidhet me financat, lidhet me ato çka jeni, me ato çka keni. Dhe çfarë do vjen në anën tuaj, riorganizimi, njohjet, suksesi, puna, karriera, marrje e vendimeve të rëndësishme, besimi juaj edhe shumë gjëra të tjera do t'i shikoni, luanë të dashur që do të keni. 10 diçi në 10 diçin e parë të këtij muaji mundoni që t'jeni sa më korrekt për gjërat që doni të bëni ose disa çështje që nuk kanë zgjidhur akoma. Kjo do të thotë juve keni të bëni dhe me anën ekonomike ose me një biznes të ri që do të keni tani e tutje, dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë dhe unë do thosha që vërtet luanët janë një hap para sa çfarë ndodh, din shumë mirë në lidhje me ekonominë, kanë di shumë mirë se çfarë do të bëjnë në lidhje me disa ndryshime, por meqenëse ndryshimet nganjëherë vinë gradualisht në lidhje me punën e tyre dhe janë shumë herë më të fituar në anën e tyre, dhe ky është një rezultat i shkëlqyer ekonomik, financiar, energjia juaj që do të keni mundësinë, një burim të ardhash të dyta, që 10 diçi i dytë e fiton duan apo s'duan të tjerët që kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë me disa çështje shumë të rëndësishme financiare, biznesi, karriere dhe jo vetëm. Gjithashtu, do jeni fitimtar, sepse juve jeni edhe në anën tjetër të punës suaj në lidhje me paran, jeni mjaft përpara për të qenë në këtë kohë, dhe kjo do të thotë që periudhë është një periudhë shumë e mirë për të ardhurat e juaja, ku do të keni mundësinë dhe gjëra të tjera. Megjithëse kemi të bëjmë edhe me disa problematika të ndryshme që mund të keni pasur, se lajme nga më të ndryshmet, disa persona mund t'ju kërkojnë një nder për shembull, ju që jeni në vende kyçe ose në gjëra që për dikë, për një person apo për diçka, mirë do jetë që t'jeni të kujdesshëm në këmbë tokë, sepse shumë gjëra do të dalim sipërfaqe për sa përket këtij muaji, do dëgjojmë shumë gjëra në fillim të muajit dhe do shikojmë shumë gjëra në rang botëror, por gjithashtu me problematika që do të diktojnë në Europë, është një kohë, një mjegull do ta thosha unë, përpara se të fillojë shiu. Por kjo do të thotë që tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar për sa i përket juve të kësaj shenje, sepse keni mundësinë, keni kohën, keni ndryshimin e madh që vjen për luanët, se luanët gjithmonë janë mjaft të ndërlikuar në fushën e punës tyre, por të 30 diçët e kanë mundësinë dhe kohën e artë për të zhvilluar dhe ndryshuar gjërat. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk të 10 diçit parë, ujor të 10 diçit të tretë që është diçka shumë perfekte, shtatzani nëse janë në kërkim të diçka të tillë, janë me akrep të 10 diçit të dytë, ku është mundësia dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft të rëndësishme, tek një shenjë që vërtet ka të bëjnë me ndryshime, me çështje pune dhe gjëra të mëdha që do të thotë shenja e virgjëreshës. Për sa përket virgjëreshave, fillimi i këtij muaji, fillimi i vitit, e keni parë, se çfarë ndodh.
mos filloni me çështjet jo po nuk më dalin financat, jo po do bëj blerje unë tani se kam të nevojshme dhe e lë diçka tjetër. Jo, atë që keni menduar në fillim, atë realizojeni, sepse është një periudhë tani që mund mos jetë ajo çka prisni, edhe nuk është në të mirën tuaj që të prishni disa ekuilibra dhe pastaj të mundoheni që të zgjidhni gjërat, por unë ju them që është momenti tani, do t'ja dilni mban në ekonomi, dhe kjo ndikimin e financave, sepse keni pasur ndjeni një presion të madh ekonomik ju që në Virgjese, sepse jo se nuk keni të ardhurat mjaftueshme, por shpenzimet e shumta që bëjnë që juve tani që do mblidhen disa gjëra në fushën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, nuk do shkojë si duhet, ose jeni të punësuar diku. Por shmangni blerjet e nxituara, sepse blerjet e nxituara prishin shumë punë, ose në nënshkrimin e kontratave që nuk keni studiuar mirë, mund të humbisni, prandaj do të keni shumë kujdes. Kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë kohën që juve të dini se çfarë do të bëni, atëherë të shikoni gjërat më ndryshe dhe të jeni më të qartë në atë çka doni të bëni, sepse përditshmëria duket paksa e trazuar nëse juve nuk jeni me plan ose juve nuk e lini masdore për arsyen tuaj. Gjithsesi, virgjëreshat në përgjithësi i kanë mundësit, sepse e vërteta është sepse keni pasur mjaft presione më përpara, po thuaj se po bëni gati 6 muaj, por lajmi i mirë është se do t'ja dilni mban. Jeni të aftë të menaxhoni këtë krizë, pavarësisht se sa të vështirë mund të duket. Kjo do të thotë që koha që tregoni ose mënyra se si vijnë gjërat është një mundësi shumë e mirë, është një mundësi mjaft perfekte, tërhiqëse për ekonominë, për punën, gjërat që do të keni, ndryshime që do të jeni tani e tutje, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar në këtë aspekt, por për të gëzuar në lidhje me takimet dhe bisedimet, sepse nëse do ta marrim të 30 ditët, po 10 ditë i fundit, për shembull, i tretë të lindurit në fund të këtij muaji, të muajit tyre, dhe koha tregon që pikërisht muaji mars ka një ndikim shumë të madh në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme që mund të marrë, dhe kjo e prish paksa ekuilibrat e tyre dhe nuk është në anën më të mirë të mundshme. Prandaj unë do thosha që bëni pa kujdes në anën tuaj të punës dhe të karrierës, sepse sidomos ata që kanë lidhur në 18-22, këtu bëni pa kujdes, pra ditët e fundit të muajit tuaj, do të keni një cikël i vështirë që mbaron në fund të muajit tuaj. Pra dhe kjo do thotë në fakt ndikimet janë shumë të mira tani e tutje, pastaj duke pasur parasysh sepse përfundimi i gjërave të mëdha ose çështjet që do të keni ndryshime pune. Por kjo në ndryshimet e punës ose çështjet që lëvizin, dy gjëra do të keni parasysh në lidhje me ndryshimet e mëdha, siç janë për shembull disa shenje që do të kenë shumë problematika, do të themi në fund kush do të ketë kujdes me ligjin ose me gjëra të kësaj natyre. Por flasim në përgjithësi për momentin. Dhe periudha që ndodhin fenomenet, vivjeshat në 15-ditën e dytë kanë mundësinë ose ndryshimin e madh që do vinë. Por kjo janë ndryshime mjaft mirë, kanë një perspektivë pune që t'ja arrisin qëllimit të tyre. Në fushën e dashurisë, edhe pse juve keni pasur disa probleme, sidomos virgjëresh binjak, virgjëresh britsjap, virgjëresh peshk, me virgjëresh peshk është koha shumë e mirë dhe tepër pozitive, sepse do të zgjidhni probleme të pazgjidhura më përpara, dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë tani e tutje, ku kjo periudhë do të ndihmojnë, do të keni mundësinë në lidhje me vendime që do të merrni, me çështjet që do të keni dhe anën ekonomike të punës suaj. Gjithashtu është një periudhë mjaft ndikuese në anën tuaj, prandaj dhe e them këtë, bëni pa kujdes, mos mundësitoni në lidhje me takimet ose me vendimet që juve mund të merrni. Ana e dashurisë, edhe pse bashkim familjar që keni ose jeni ndarë, për të që janë ndarë, mund të thonë të përgjithë, ja kanë qenë me gafore, mundoni që, sepse është një kohë që ju ndihmon jashtëmase për bërë zgjedhjen e duhur, në atë që juve kërkoni, atë që juve keni, atë që i plotësoni disa dëshira, disa momente që janë të mira, nëse ta marrim në atë formë, dhe është dhe koha e duhur për sa i përket ndryshimeve dhe marrjen e vendimeve.
Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që pak a shumë e kanë atë mundësinë, por duhen kërkojnë vëmendjen më tepër dhe këta janë shenjës që duhet pasur qetësi përpara stuhisë. Të jeni të përgatitur që këta janë të shenjës peshores. Fatkeqësisht, Marsi ju gjen në qendër të stuhisë. Gjërat janë shumë të vështira për juve pasi përballeni me sfida pothuajse të gjitha fushat kryesore. Jeni pikërisht në zemër të trazireve që sjell ky muaj. Kjo do të thotë situata përreth jush janë veçanërisht të pafavorshme, gjëra që nuk janë as pak të lehta gjatë kësaj periudhe. Do të kaloni në rrethana shumë të vështira në marrëdhënie me partneritetet tuaja ndërpersonale, pritet zhgënjime marrëdhënie tuaja ekzistuese. Një person që mund t'ju lëndoj në qëndrimin e tij thjesht sepse do ta largoni nga vetja juaj, nga puna, jeni në rol flas për ata që janë në rol drejtues më tepër. Dhe këtu do të keni shumë kujdes miqtë mi, se shumëta njerëz që bëjnë përballen me problematikat janë se kanë bërë nder, kanë gjetë qedere. Dhe meqense juve ndodheni në qendër të shtuhisë, do bëni kujdes dy gjëra. Kujdesin më të madh për juve që keni qenë vende kyçe dhe diçka do të dalin skandale në këtë muaj. Jeni të përgatitur, besoj e dini, e kemi thënë që në fillim vitit, deri në fund të marsit, fillimi i prillit. Pra, është ky har kohor pra që ndikohet dhe ndodh në anën tuaj. Prandaj bëni kujdes në këtë drejtim. Nëse jeni me këmbë tokë, nuk ka vend për të shqetësuar, por gjithsesi ndikimet që kanë të bëjnë, mundësitë që jepen, dhe ndryshimet që do të keni tani në botën profesionale, problemet dhe tensionet mund të jenë disi, por ka të bëjnë dhe disa vështirësi të tjera që lidhen me çështjet e punës suaj ose një dokument mund të ketë shtyrje. Ajo që unë mund t'ju them është që mund t'i arrini qëllimin tuaj me forcën dhe identitetin tuaj, jo me njerëz të pothuajse joja në thonjza të rëndësishëm, por s'kan lidhje fare me realitetin. Bëni kujdes në këtë drejtim, sepse mundësitë që juve keni janë në favorin tuaj, por kërkohet shumë kujdes. Mbani profil të ulët, menaxhoni punët e juaja në heshtje, sepse shumë ndikime negative nga njerëz të tretë që mund të keni, apo ekspozimit që janë bërë para muajt, para pothuajse në fundin e nëntorit dhe dhjetorit, ata çka ka ndodhur atë do shfaqen tani dhe do të shpërthejnë pikërisht në këtë muaj. Prandaj, peshore të dashura, unë ju them, bëni kujdes. Ju bëni si do e barazëmëstuar, kam drejt ju them. Dhe kjo do të thotë, po kur mund të mbarojnë ky kalvar ose këto probleme, atë mund të themi që 15 ditë i parë është shumë i vështirë. Në 15 ditën e dytë, atëherë gjërat fillojnë të ndryshojnë, sepse mënyra se si do vinë gjërat, koha që do të keni, momentet që do t'ju vinë, ata që do ikin do flasin. Prandaj them gjithmonë, them të madhe, është më mirë të dëgjojmë se sa të flasim. Është më mirë që të mos ekspozohemi. Dhe për ata që janë ekspozuar, për ata që punë e tyre, çdo njeri ka mendimin e vet, por unë do thosha të bëni kujdes, mos mund nxitoni, sepse nxitimet të tilla prishin shumë ekuilibra. Gjithashtu, do të keni në ditën e dytë, atëherë po, çdo gjë do të rregullohet sepse është një periudhë, sidomos ndikimi, mundësia, një periudhë e mrekullueshme në lidhje me profesionin tuaj, pastaj në lidhje me punën, por 15 ditë një herë unë do thosha për gjitha shenjat, në fakt, po peshorët e kanë më të theksuar atë çka ndodh. Pastaj do të ndryshojnë gjërat në anën tuaj, sepse lidhet me ligjet, lidhet me problematikat ka më të mëdha, çështjet që kanë të bëjnë me thashatheme, ka të bëjnë me keni bërë shumë, edhe në fund pastaj mund të dali dokument shumë i rëndësishëm, që nuk duhet të dali, por fatkeqësisht do dali, dhe këtu është një problem. Për ata që kanë lindur të shenjës së peshores, pra edhe të 10 ditë të datës 6, 7, 8, 9 tetor, do të jenë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm, sepse akoma ka filluar një ndikim shumë i madh në shtatorin e kaluar, u turbullua disi, por
u kthjellua shpejt për të kapur gjërat dhe akoma është në ndikime shumë të mëdha. Kjo varet në individ pastaj kur ka ndodhur fenomeni, atëherë mund të zgjidhet çështja, po themi se çfarë mund të bëhet, ku mund të përshpejtohen disa gjëra. Por gjithsesi suksesi dhe gjërat që me disa persona të rëndësishëm është një gjë që mund t'ju ndihmojnë në këtë drejtim dhe nuk ka vend për t'u shqetësuar. Në fushën e dashurisë, edhe pse me disa problematikat vogla, do të dini fillimtar nuk e diskutoj, sepse keni ndjenjë të mrekullueshme, pas kaq shumë kohësh në errësirë, do shihni dritë dhe shikoni se është vetëm fillimi e një epoke të re pastrimi, rregullimi. Do të kujtoni Marsin si muajin kur fati buzëqeshje në fund dhe ju hapi rrugën për të ecur përpara, dhe këtë po them sepse unë ju them urimi se e meritoni, edhe pse me vështirësi në 15-shën e parë të këtij muaji do jeni kaq të ndikuar, por që të jeni të kujdesshëm, që të jeni të fituar në 15-shën e dytë, e do më kujtoni ka diçka shumë të madhe. Aty pastaj do shikojnë gjërat në 15-shën e dytë. Mos më shqetësoni fare, por shikoni çfarë do të bëni, ti mbyllni një herë mirë që mos t'ju përflasin pastaj më vonë, edhe mos të thoni jo po pse bëre këtë, jo pse është kjo, apo si është kjo, se janë 70% të shenjtë peshorëve që kanë pasur të drejtë, por kush ua di. Edhe kjo bën një problem, përbën shumë të madh, dhe tani 15-shën e parë më duket se do të ndikohen në këtë aspekt. Pastaj kjo në individ pastaj mund ta zgjidhë ndryshe. Dashuria duket se ka të bëjë me bricapët e ditës së parë, gaforet e identitetit që është perfektja, por me dash është vetë jeta. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë ndikuese, tek një shenjë rrezatuese dhe mundësi të arta që do të thotë shenja e akripit. Përsa përket shenjës së akrepëve, akrepët duket se kanë disa mundësi dhe disa çështje të mëdha financiare, disa çështje që vërtet tani për tani, sado që vinë gjërat, ngado që të kthejmë, duket se Marsi u gjen disi të ngatarruar në fushën e punës, dhe do të zgjidhni mes asaj që do largoheni, mes asaj që do qëndroni. Kujdes nga punë e tepërt, sepse nuk është në të mirën tuaj. Ndikimi që kanë të bëjnë mundësinë, është lodhje fizike, është shëndeti. Sigurohuni të pushoni mjaftueshëm, sepse ekziston rreziku i lodhjes së tepërt dhe të arrihet pastaj ndryshimi i punës pastaj që keni marrë përsipër. Toksikët janë aty, partnerët toksik do flasin rreth jush. Prandaj keni kujdes, atë që e merrni përsipër do dalë me sukses, dhe suksesin e keni brenda asaj çka bëni. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi, kohën e duhur për të marrë zgjidhjen e duhur, por gjithsesi Marsi ju buzëqesh, sidomos ata që kanë lindur në dhjetin e dytë të muajit të tyre dhe të nëntorit, gjithashtu kanë bërë dhe mundësi, sepse ka lidhje me punën, ka lidhje me karrierën, ka lidhje me disa ribashkime, keni pasur probleme me njerëzit që ju rrethojnë ose njerëzit të rëndësishëm, por vjen një moment tani sepse ka të bëjnë me punë, ka të bëjnë me karrierë, ka të bëjnë me ndryshime dhe marrje e vendimesh të rëndësishme. Kjo është ndjeshmëria që juve keni, një flört që mund të realizohet fal mundësive të juve që keni, sepse akrepët gjithmonë të 30 vjeçët kanë mundësinë e artë për të stabilizuar çështjet dhe jetën e tyre familjare. Një bashkim familjar që ndodhet për ju që jeni në Angli ose në kudiun, ka të bëjnë shumë me dem, me gafore dhe me ujor të ditëshit, ku është mundësia mjaft e mirë dhe shumë pozitive, mjaft ndikuese dhe rrezatuese në anën tuaj. Meqense ky muaj, dhjetëdiçi i tretë, duket se është një muaj i qetë, do ta thoshon, jo diçka problematike, jo diçka që të mërziteni ose diçka që mund të themi çfarë mund të bëhet, po gjithsesi jeni optimist në gjërat që do të bëni, dhe muaj Mars është muaji juaj më i ndikuari, do ta thoshon, në lidhje me punë, lidhje me karrierë, por gjithsesi kërkohet kujdes dhe jo vetëm dashuria e munguar, ajo që do të palidhur, do keni pasur një lidhje dhe jeni shkëputur, ka qenë me peshk të dhjetëdiçit parë. Nëse keni akoma në mendimin tuaj, në telepatin tuaj, atëherë mund ta rregulloni dhe të shikoni dhe një herë të shkoni në altar, sepse bëni dhe një hap tjetër që të jetë e juaji dhe mundësitë ardhë që do të keni. E gjithë historia, koha dhe mundësia janë të mëdha për juve të shenjës së akrepëve. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft vendimtare, një shenjë që me zbulime, ndryshime, kohe, mundësie dhe anët më pozitive të qenë ndonjëherë, që këta janë shigjetarët.
Shqiptarët, duket se ndikimet që kanë të bëjnë në lidhje me shqiptarët mund gjejnë Marsin disi ndikues dhe jo vetëm kaq, sepse ka të bëjnë shumë në lidhje me anën e punës, ka të bëjnë shumë me karrierën, ka të bëjnë shumë me mundësinë dhe kohën. Mundoni të ruani ekuilibrin midis jetës suaj profesionale dhe asaj personale, sidomos në çështje pune, sepse do të arrini do të largoheni do të hiqni një herë mirë disa detyrime që keni pasur, disa problematike që keni pasur në jetën tuaj, por vjen një moment tani, një moment që ju ndihmon jashtëmase dhe është koha më e mirë e mundshme, sepse juve merrni përgjegjësi personale dhe profesionale. Kjo do thotë që është një kohë, një optimizëm shumë i madh. Megjithatë, edhe pse ndjeni nën presion, por kjo nuk ka lidhje fare me realitetin, se juve jeni mjaft të ndikuar, shumë pozitiv, do ta thosha unë, jeni të përshtatshëm dhe 10 ditë që parë ka ndikime shumë të mira në anën e punës, në anën e karrierës, në ndryshimet e mëdha që vijnë dhe koha që është ideale për zhvillime të reja dhe jo vetëm kaq. Do keni mundësinë në ekonomi, në stabilizime dhe në vazhdimsi. Është një periudhë shumë e mirë ideale dhe koha ka treguar që ju jeni me shumë fat në këtë aspekt. Bini pas, mos i lini gjërat pas dore, sepse koha ka treguar që të 30 ditës, domos 10 ditë i tretë. 10 ditë i tretë është shumë i favorizuar në financa dhe në çështje pune, por në çështjet e dashurisë nuk diskutohet që keni suksesin tuaj profesional, por mos e lini masdore, se keni lënë masdore dashurinë dhe kjo do të thotë që kërkon pak kohë për të bërë një lidhje serioze për juve që nuk keni një njohje. Dhe kjo do të thotë, sepse ka të bëjë shumë me njerëz të rëndësishëm në fushën në jetën tuaj dhe fati ju buzëqesh dhe suksesi në fushën e dashurisë është më së sigurt, sepse ka të bëjë me ndikime të mëdha dhe qëllimi juaj, ëndra juaj që bëhet realitet, nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim, është një moment të mjaft i mirë dhe stabilizues. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore ose lidhje të largëta, ka të bëjnë shumë me virgjëresht të 10 ditë të parë, me peshk të 10 ditë të tretë, me binjak sidomos ka diçka shumë të madhe dhe tepër pozitive. Mundet që dhe në lidhje me disa ndryshime që mund keni pasur juve, ose disa çështje që nuk i keni zgjidhur akoma për arsye të punës suaj, për arsye të lodhjes së tejskashme keni pasur me njerëz të rëndësishëm dhe keni pasur shumë vite bashkë, rini ndarë për një mundësi, por një arsye. Por mos harroni sepse kjo ndarje ju bashkon për idetë që keni, për atë që keni ndërtuar dhe e filloni nga e para, nuk e keni problem të filloni nga e para dhe kjo është diçka shumë pozitive dhe më e rëndësishmja është se stuhia ka kaluar dhe tani është dielli që shndrin, është dielli që djeg, është dielli që ju jep mundësinë dhe të shikoni përpara dhe jo pas. Ndikimet nga më të mira që kanë bëjnë, por një dokument që do gëzoni jashtëmase ka të bëjnë sidomos nga fundi këtij muaji, ose do merrni pasaport, ose do merrni një dokument që e prisni, sepse ka të bëjnë shumë me lidhje me promovime dhe jo vetëm kaq, por kjo është një dinamikë e re për juve, një diçka shumë pozitive, kjo do të arrini majat në këtë aspekt. Edhe pse me problematika të ndryshme, edhe pse keni pasur çështje të pazgjidhura më përpara, por tani vjen momenti, vjen koha për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo aspekt të jetës suaj. Dhe kjo është momenti juaj, është koha juaj për gjithçka juve dëshironi në anën tuaj. Megjithatë, keni mundësinë tani, keni kohën e duhur për zhvillime të reja, për kohën që do të keni dhe momentet e duhura në jetën tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që realizoni planet e juaja dhe mundësitë që keni pasur më përpara presione dhe tani jeni më të lirë dhe më të lumtur për vazhdimsinë e jetës suaj. Që këta janë të shenjës së britsjapëve. Për sa përket britsjapëve, britsjapët duket se këtë periudhë, edhe pse kanë pasur çështje që ndikohen në lidhje me shtëpinë, ose keni pasur probleme ose pengesa në karrierën tuaj, megjithatë ato profesionale të paktën do të mbeten të menaxhueshme. Kjo periudhë tash duket se keni mundësinë për të dalë nga vështirësitë që keni pasur më përpara
sepse duke pasur parasysh edhe disa planeta që ndikohen tani në këtë periudhë, periudhë pak a shumë ndikuese, por problemet mund të duken të vogla, jo diçka që mund të rregullohet. Nuk ka vend për të shqetësuar se fillimi i këtij muaji është pak i vështirë, por jo i pakalueshëm. Ka diçka shumë të madhe sepse me zgjidhjen e problematikave të këndëve planetare, të mundësive që vijnë, dhe kjo janë të justifikueshme sepse zgjidhjen që keni bërë në fushën e financave është më së e vërtetë dhe kjo vërtetësia djeg. Dhe duket një fillim do ndihmojnë shumë të bëni një fillim të ri dhe të rëndësishëm në jetën tuaj, sepse dhjetëdiçi i dytë ka një ndikim mjaft të mirë dhe kjo do të thotë që me vërtet ka një çështje shumë të rëndësishme, sepse eklipsi enor i Marsit që prek drejt për drejt juve mbyllin disa kapituj të vështirë që lidhen me të afërmit. Ky proces mund të justifikojë për sa i përket mënyrës dhe kohës, periudhës që ndryshimit të madh që ka të bëjnë në procese të ndryshme në lidhje me pasurit palushme, në lidhje me familjen tuaj, të dhjetëdiçit të dytë që është diçka mjaft i madh, por gjithashtu mundohuni që gjërat jenë koshiente, të jenë prezente mbi ato çka do të bëni, sepse periudha ku ndodhin fenomenet është edhe një periudhë mjaft e mirë. Gjithçka që mund bëni ose çështjet e punës ose një kredi problematike, është momenti që ta mbyllni një herë mirë disa kapitull të vështirë në të shkuarën dhe të buzëqeshni përsëri. Është një moment që keni e pritur prej kohësh, një fundi një epoke të vështirë dhe fillimi një faze të re më optimiste dhe më idealiste, duke bler një shtëpi, duke bler një makinë ose diçka tjetër që e prisni pa durim, që është mjet pune për juve, nuk është diçka që themi luks, për shembull, ka lidhje fare, por kjo do të ndihmojnë që vetisni përpara dhe keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur. Disa çështje dokumentacioni të dhjetëdiçit të tretë, edhe pse e prisni ju, por nuk është realizuar akoma për një arsye apo tjetrën, por me sa duket vjen momenti dhe koha e duhur për të zgjidhur problemet që juve keni edhe çështjet e tjera që do të shikoni të ndryshojnë në anën tuaj dhe kjo është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive, sepse do t'i zgjidhni gjërat aty ku doni juve, jo aty ku duan të tjerët, sepse dhjetëdiçi i tretë është mjaft pozitiv, sepse është një moment që keni pritur prej kohësh. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë projekt, kjo do të thotë vendime që do të merrni. Dhe kjo periudhë ju shpërblen me një fazë shumë të bukur në fushën e dashurisë, sidomos është interesante, sepse një lidhje që keni pasur ju me bricap dhe jeni ndarë për shembull, dhe duke se bashkoheni, apo me peshoret e dhjetëdiçit parë, me dashët e dhjetëdiçit tretë, ka një kufizim, një ndikim të madh në anën tuaj, por gjithsesi kujdesi, kërkohet dhe momentet janë ata që mund të bëni një ndryshim mes gjërave që juve keni, mes çështjeve që juve kërkoni të rregulloni ose të ndikoni në lidhje me anën e punës ose me anën tjetër të gjërave që do të diktojnë më vonë. Në çështjet e bashkim familjar, nëse keni mundësi ose dokumentacione, është me virgjëresht e dhjetëdiçit të tretë. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë ndikuese, por shumë e lodhshme, do keni dhe shumë kujdes shumë të madh që mund keni, që këto janë të shenjës ujorëve. Për sa përket ujorëve, meqenëse ujorët duket se Marsi mund të fillojë me disa sfida, pasi ekziston mundësia e keqkuptimeve serioze me disa njerëz të afërm tuaj. Do të zbuloni se komunikimet bëhen të vështirë dhe se ka një tendencë për ankesa pa kënaqësish përreth jush. Keni kujdes veçanërisht me disa biseda të huazuara, ose me saktë e kam dëgjuar kështu dhe kështu siç më kanë thënë e them. Kujdes këtu, sepse ajo bisedë që është bërë nuk është e vërtetë, edhe ju mund të prishni me familjet tuaja, mund të prishni me njerëz dhe këtu është pak mjaft duhet shumë kujdes në këtë drejtim, sepse nuk është në të mirën tuaj për këto gjëra dhe mundohuni që ta anashkaloni, le çfarë flitet në lidhje me gjërat që do të ndikojnë në anën tuaj. Gjithmonë ujorët kanë ndikime të mëdha, por do të keni kujdes në lidhje me disa
persona të ndryshëm që bashkëpunoni. Mirë është në lidhje me biznesin, më jep t'jap. Jo do më thënë verese ose me shuma të mëdha dhe mund të bllokojnë në lidhje me biznesin tuaj. Do keni shumë kujdes në 15 e parë, kujdes, se kjo periudhë vërtet sjell suksese profesionale dhe njohje të rëndësishme shoqërore, por në fillimet e reja dhe juve jeni shumë zemërgjër dhe këtu prish Terezin dhe gjërat mund bëhen pastaj më të vështira. Në 10 e dytë do shikoni që gjërat të ndryshojnë për të mirën tuaj, edhe pse keni pasur probleme, keni pasur gjëra që vështirë të rregullohen, por meqense po ta marrin vija të përgjithshme për ujorët në fillim kanë disa probleme ose një problem i madh ka ndodhur në 2024 dhe në 2025 në maj, problem ligjor se do shpërthej diçka lidhe me skandalet që do dalin në përgjithësi, edhe këtu do të ndikohen disa çështje të tilla, por gjithsesi juve nuk e hyn gjë në xhep, sepse çfarë flitet, le të flitet, do të jetë me fakte, me baza ku diun gjëra sa natyre, po mirë është të trokisni në juve që keni probleme të tilla dhe kjo ndodh në fillim të këtij muaji. Ata që kanë pas probleme në 2024 dhe në maj të 2025, ata do të kenë shumë kujdes sepse mund të dalin shpërthejnë disa gjëra që nuk duhet dhe nuk është në të mirën e askujt, por meqense ka të bëjnë me ndikimin e planetit Neptuni dhe me ndikimin më të madh që kanë bën edhe Urani në anën tjetër, jep ato keq interpretimet dhe kështu do thotë që sa më të kujdesshëm të jemi, aq më mirë është për çështjet e punës dhe të karrierës. Vërtet ka të bëjnë me ndryshime të mëdha dhe koha që ndikohen, por megjithatë 10 i dytë pastaj mbas datës 17 deri në fund është një kohë ndryshimesh dhe gjëra të këndshme që lidhen me vazhdimsinë dhe kohën e duhur, momentet që kanë të bëjnë dhe periudha. Nuk diskutohet që tani është në momenti i duhur për sa përket një bisede që do bëni për punën tuaj, për ndryshimin e punës. Me fjalë, kjo është në të mirën tuaj se të shikoni që gjërat të ndryshojnë dhe në lidhje me një takim të rëndësishëm që mund të bëhet në datën 20, 21, 22, 23, edhe pse është pak stresuese ajo që ka prisni për sa përket punës suaj, por nuk ka vend për të shqetësuar këtu se do ta zgjidhni me një mënyrë apo për tjetër ju. Koha ka treguar që jeni me fat në këtë aspekt dhe nuk është problem në anën tjetër. Por ajo që do duket dhe koha që ka treguar që jeni me fat në drejtime të ndryshme, meqense ka të bëjë edhe me eklipsin hënor që ndikohet në këtë muaj, edhe ka dhe gjëra të ndryshme që mund të themi mundësi, mund të themi rëndësi në ekonomi, por gjithsesi kujdesi kërkohet dhe marrja e vendimeve të rëndësishme mund të shikoni se çfarë bëni. Dashuria duket se ujor virgjëresh, ujor dem ka diçka pozitive, një sekret që mund ta rregulloni, stabilizoni, të shkoni në altar për sa përket anës tuaj dhe të ekonomisë dhe jo vetëm. Në çështjet që ka të bëjnë me një ndarje që keni pas me Luan, mundoni ta rregulloni tani. Shkojmë tek shenja e radhës, që do shkojmë tek shenja e peshqeve. Sa përket shenjës e peshqeve, duket se peshqit kanë disa mundësi dhe Marsi sjell sfida të mëdha për financat tuaja. Mund të jenë në situata shumë të ndikuara dhe sfida të mëdha në anën tuaj. Vazhdimi, mundësia, presionet financiare dhe gjërat e tjera kanë ndikime shumë të mëdha, por megjithatë mirë është të rishikoni çfarë do të bëni në lidhje me punën tuaj. Edhe pse për juve të kësaj shenje duket se ka një ndryshim shumë të madh në lidhje me anën e financave, por megjithatë duket se disa blerje që mund të bëhen do të pasur shumë kujdes, sepse nga njëra anë ndiheni shumë të ndikuar ose çështjet ekonomike financiare mund të keni pasur shumë çështje problematike, por ana tjetër është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv në disa ndryshime ose disa çështje që kanë të bëjnë me favorizime. Favorizimet që do thotë mundësira, do thotë dhe kohën e duhur
të çështjeve që kanë bërë, por ky muaj është një muaj që duhet të besonin vetvete, sepse peshqit e kanë pasur, edhe pse do ndodhe eklipsi hënor në shenjën tuaj. Kjo bën që të shikoni pak atë mundësinë se si gjërat do të vinë, por ka të bëjnë shumë me punën, ka të bëjnë shumë me ndikimin tjetër që kanë bërë me anën e financave, kanë bërë me ndryshimin e punës e të karrierës, por gjithashtu është një mundësi mjaft e mirë mbi stabilizimin dhe konkretizimin e lidhjeve, dhe kështu që kjo do të thotë vërtet për punën, vërtet për gjërat që mund të keni në anën tuaj të ekonomisë. Megjithatë, në fushën ekonomike, dhjediqi i tretë ka një mundësi të mirë për sa përket stabilizimit të këtij muaji. 15 e parë e kanë pak të vështirë, por jo të paarritshëm. Edhe periudha që ndodhin pastaj në lidhje me ekonominë, lidhje me ndryshimet e mëdha që nuk e diskutojmë këtë, është kohë shumë pozitive. Çështjet e dashurisë, edhe pse keni pasur juve të kësaj shenje me luantët e diçit parë, me binjakët e diçit tetë është perfekte, por një vëmendje do të bëni me bricap, sepse me bricap mund keni pasur shumë çështje të mëdha në këtë drejtim. Gjithashtu, nëse do të merrni çështje kreditimi, anashkalojini kredit juve të shenjës së peshqeve, sepse peshqit kanë momentin dhe kohën e duhur për zgjidhur gjëra të mëdha. Peshqit nga ana tjetër vërtet kanë do blejnë një biznes, por vallë se janë të gatshëm që të përgjigjen kërkesave që ata kanë, por gjithsesi duket se është një mundësi që juve më të dilni nga llogaria, dhe këto nuk është të mirën tuaj, prandaj keni pa kujdes nga nxitimet, sepse nxitimet asnjëherë nuk sjellin dobi përveç se probleme. Nga shenjat që kanë të bëjnë dhe mundësitë që juve keni në bashkëpunime, peshqit kanë një mundësi shumë mirë me virgjëresh, kanë një mundësi shumë mirë me shigjetar ose me binjak, nëse do të bëjnë një bashkim firmash. Është koha dhe se jeni shumë inteligjent në këtë pikë dhe keni këtë mundësi dhe mund t'ja arrini qëllimin, por gjithsesi kjo është një periudhë që vërtet është në ndikimin tuaj dhe mundësitë në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me ndikimet të mëdha, në lidhje me zbulime të rëndësishme që do të keni në anën tuaj. Por gjithsesi kjo periudhë është periudha që do të keni ndikime mjaft të mëdha në lidhje me anën e punës suaj ose në çështjet e tjera që do të diktojnë. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht muajit mars të 2026, por shenjat që kanë ndikim dhe kërkohet vëmendje shumë të shtuar dhe jo të nxitojnë. Dhe motoja për këto shenja është eci avash sepse nxitoj. Shenjat që duhet bëjnë shumë kujdes janë të shenjës së dashit, janë të shenjës së peshores dhe të shenjës së ujorit. Këto tre shenja duhet bëjnë shumë kujdes në 15 e parë, sepse me shpërthimin e skandaleve që do shpërthejnë në këtë muaj në mars, do ta shikoni dhe do më kujtoni, është mirë të trokisni. Kjo varet në individ, nuk e diskutoj këtë, kur ka ndodhur fenomeni, edhe si mundet dhe kur shkohet më e përshtatshme për të mbyllur çështjet, sepse gjithmonë ka çdo problem ka zgjidhjen e vet. Nuk e diskutojmë, por bini pas mos e lini pas dore, sepse ka të bëjnë shumë me çështjet e gjërave të mëdha që kanë të bëjnë. Para se të ndami bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodhen në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, keni faqen atje, e shikoni dhe më pas duke zgjedhur paketën tuaj numër për katës të blerjes, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype. Por juve që doni që në kohën që jemi drejt për drejt me juve, e doni dërgoni mesazh siç pikërisht do flasim ditë të në mërkur dhe çdo të mërkur, atëherë kemi këtë butonin to. E klikoni, e shikoni dhe jemi gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për drejt përgjigje. Nga një rrepulla. Gjithë mirat ju uroj.